Qa vaksina është që bëhet kaq? Okej, po thëmë. Pretendohet, pasi bazë shkencore, sepse jemi në vitin 2026, dhe kjo është vaksinë e re, që po t'ja bësh fëmijëve, vajzave, kur ato të rritin dhe të marrin infeksione për shkak të seksuale, të mos u bëhet kanceri i mitrës. Tani, kur shfaqet kanceri i mitrës të shpytja? Qa moshe? Vonë. 40 ca vjeçare, 50 ca vjeçare. Pyetja është kur e testuan? Se kjo është vaksinë e re, e vitit 2000. Sa vjet duhet të kalojnë që të testohet, apo? Pra, e bëri një vajzë 15 vjeçë? 2005 po them, jemi 2026. 15, edhe 20, 45, 46. Si testuan? Kjo do donte 30 vjet testim, apo? Po ta kapësh si logjik. Që të kuptosh efektin.